e cila do të na përcjellet ajo informacionet më të fundit sa i përket hyrjeve drejt vendit tonë të gjithë atyre shqiptarëve që kanë zgjedhur të kalojnë festat e fundvitit në atë dhe pranë të dashurve të tyre. Brikena, mirëmëngjes. Ola, ka vijuar fluksi në hyrje në pikën kufitare të KKV-s dhe krahasuar edhe me ditën e djeshme ka qenë më i lartë, sipas të dhënave janë rreth 7.000 shtetat të cilët kanë kaluar kufirin shqiptar, ndërkohë që ditën e djeshme ne kemi raportuar për rreth 5.000 shtetas, pra duket se ka një diferencë për 2.000 shtetat që kanë hyrë në pikën kufitare të KKV-s, ndërkohë që numri në dalje është disa herë më i ulët, janë 2.600 shtetat të cilët kanë dalë nga Shqipëria në territorin grek. Por pavarësisht fluksit në hyrje, nuk kemi patur probleme në pikën kufitare të KKV-s, nuk ka patur radhë dhe vonesa, pasi sportelet tona kanë punuar me kapacitet të plot gjithmonë në varësi të orareve të fluksit, ndërkohë që dhe pala greke, pas edhe kontakteve që ka patur pala shqiptare në KKV dhe bisedave të tyre për të rritur numrin e sporteleve, kanë punuar edhe ata me 4 deri në 5 sportele për të kufizuar kështu grumbullimin e radhës në të KKV-s. Pritet që fluksi të vijojë edhe ditën e sotme, ndërkohë që prej ditës së nesërme do të ketë një rënje, një ndalesë, por sigurisht të gjitha këto ditë që mbeten të fundit të këtij viti do të jenë të ngarkuara për pikat kufitare. E kuptoj. Faleminderit Brikena. Faleminderit juve.